21 pasi që pam edhe lajmet më të reja që ka ndodhur gjatë vikendit ku ne nuk kemi pas emision, as ato nuk I lojmë me na gjithsesi, por edhe gjatë ditës së sotme. U thash edhe në fillim, kam sonte mysafir që të dy I doni, por po ashtu edhe që të dy janë mjaft të përfolur qoftë për projektet e tyre muzikore, por edhe për jetën private. Do I them mirë se erdhe Bleros. Faleminderit që je këtu. Mirë mbrapa, mi si gjej. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është ime, si gjithmonë. Fresk të kemi 21 gradë, që nuk jemi mrenda. Po shihet, edhe patulla shkurt edhe unë, kështu që. Po ju mundoj për më fresku ki ose koktel ose bira peja, zgjedhë cilën dush. Gjithmonë bira peja, sepse kena tonën edhe është. Ti duam prodhime tona. Për mendimin tam më e mira, kështu që unë vetë kur do që vjen ndonjëherë që pi birën peja. Apo më falë që s'po mojën e me ta hape me të shërby, po ndiju si në shpinë tënde. Faleminderit. Qysh je Blero, qysh po të shkon kjo verë, me thonë, me qenë se e përfundum kështu një muj, edhe pse sot është data 31, po poeza që shkoj koriku, qysh ishte ky muj I verës për ty? Realisht, Bleron, sa I përket angazhimeve të mia, kam fillu dikun me 12 ose 13 korrekt. Këtë vit e kom bënë një farë ndryshimi pak ma interesant në aspektin e profesional, sepse kam marrë pjesë ma shumë edhe në elemente familjare ndasma, normalisht edhe në koncerte. Deri sot me trodhënitin korrekt që jena, ka shku shumë mirë. Unë dhe kolegët e mi jemi të përgatitur normalisht për sezonën, edhe mentalisht edhe fizikisht, kështu që ne përgatitemi. Ka shumë mirë. Që ajo është rrisit e unë është tash ma heret më kara pak më shumë për dasma dhe pak më shumë për jetu dasma. Se kjo rrisia e kërkuve vetë, apo ishen kërkesat e shumë të atë njerëzve që të shtenën me mendu që okej, munde me hi edhe kësaj pjese? Normalisht ka pas shumë kërkesa, po duke referuar asaj që njerëzit mendojnë që muzika ime kënohet vetëm në për diskoteka. Këtë vit e kam pa që nuk është ashtu, kënohet në për dasma, kam repertoarin tim. Me këngë tua, apo? Me këngë mia, normalisht. Freskia në për çdo dasmë që shkojnë është ajo që me këngët e mia gjithçka ndrohet prej ndryshimi deri te muzika, deri te performanca, atmosfera, rifreskim të musafir të ndashëm kudo që janë. Dhe ka po muni shumë mirë, këtë vit kam shku shumë në për dasma me Kolo Roshin, një këngëtar I cili unë bashkëpunoj me ta, kam një këngë me një emër, me një titullin Jana Ne, kështu që me Kolin kena kalu shumë mirë. Kena shumë punë, sezona po thuaj se është në gjysmë rrugë, dhe koncertet janë të zakonshmet. Këtë vit I kam përzgjedh disa vene ku unë e shoh domosdoshme me performu. Somalena në agenda, po mirë. Apo dallon çmimi kur po shkon në për dasma se sa në koncerte? Jo, s'po pëso, se kur kërkush ka tregu deri sot, po apo dallon? Varet, por njerëz që punojnë me mua me menaxhmentin tim, ata është që përcaktojnë evenementin, dasmë apo koncert, kështu që ata kanë atë përgjegjësi, edhe unë normalisht e kryj punën time. Sa I përket anës financiare, nuk është pyetje për mua kjo, është për njerëz që punojnë me mua, rreth me në atë aspekt, kështu që dallimi ndoshta bëhet dikujt pyetje ndonjë tjetër. Po dhe ty s'është që s'tintereson sa I merr me një koncert, s'besoj që ju thu sa dëni. Nuk është përgjegjësia ime, është përgjegjësia dikujt tjetër. Okej, dikush tjetër mirët pra me këtë pjesë, në rregull. Ka goxha shumë rrisi që ka ndodhur kohëve të fundit, qoftë muzikë edhe projekte të reja apo edhe në jetën private, kështu që kemi mjaftueshëm çka me bisedu. Përmende duetin që ki po me Kol Oroshin, po ashtu pas asaj u mundova që kaq mbaroj projekti sa I përket verës, mandej kemi u kushtu veç këtyne mramjeve, po jo, erdhe edhe me një këngë tre, cilën e lansove pikërisht ditëlindjen tënde. Po, një këngë me titullin Ndale, është një këngë që punu shumë herët dhe kom pas shumë për qefit.
Gjirimet e kena bërë në Turqi, normalisht bashkëpunim se Dunamit Seksi, kam bashkëpunëtor, kompanin XL që realizojnë klipe, që jam shumë falenderues ndaj tyre, po sigurisht edhe kompania Fibula, cila është Fibula Travel, që mendoj për mua janë më të mirët në vendin tonë, që ju duni me udhëtu me ta, patjetër. Për këtë reklam Na e dim, na e kemi bashkëpunëtor më të mirë. Por I falenderoj shumë Fibullën, po sigurisht edhe gjithë bashkëpunëtorët që kemi pas në Turqi. Pse është më e veçantë kjo këngë? Pse e ki më për çefi që po këtu? Forma e realizimit të këngës që nuk ka në aspektin ritëm, ka vetëm kitar. Forma e realizimit të këngës u bë kënga pak më herët, po ne në studio kryesisht me mua vendosim që ta gjirojmë këtë këngë si videoklip. Edhe mos dalim në anën tipike të verës, gjithmonë ku kolegët lansojnë me shumë ritëm këngë. Po mendova për linjën time t'ja bëj një dhuratë fansëve, edhe vetës, edhe familjarëve, me një projekt që është pak më ndryshe I punu në aspektin që është me kitarë. Këtu ka një falenderim të madh shumë edhe Uki dhe Prajko, asist staff në kitarë, nderimin tekst, është edhe tutje, kështu që janë bashkëpunëtorët e mi, po e niva sepse unë kur të lansoj këngë nuk them që duhet sot ose mas një muje kjo këngë me dalë. Na I bëjna këngë, po sigurisht që vendosim në fund kur ka me dalë kjo. Edhe mendova që është e mirë për një rifreskim aspektin e realizimit të këngës për fansët e mi. Për gjitha ata që po na shohin tash edhe ndoshta po pyesin se çfarë janë çto krizma, t'ju themi që na nuk kemi të punu kur gjorë 21 as në studio, po me qenë se kemi pas ofër binën e Birfestit që ishte 5 net, ata po bohën të bira që gëzuar, ata po eqin skenën që na falni për këto gëzuar blero. Ej, që shkaluve për ditëlindjes, pa ta mundësi me ardhë? Ditëlindjem keni befasi shumë e këndshme. Sa kuptova unë mas andaj një farloj projekti I Afronës, ku me të vërtet kish me muj që kish mundu, organizu, të folë me njerëz, të mundu I majtë fshetas, dhe se për në mes, ditë kur gjohë, derisa më shku të vendi me Afronën, ku aty, kur më rina të vendi, gjeta familjarët e mi, babin, mamin, burimin, vllaun, tinën, e tutje, familjarët e ngushtë, mas andaj shokët e mi, kolegët e mi, po ish shumë e këndshme, ish befasuese shumë, edhe për me u emocionova pak se prita një darkë familjare, prita një darkë ma të qetë për ditëlindjen normalisht, një tortë normal, po kur e shkova të veni, kish pas me muzikë, me shoqëni, familje e tutje, u kënaqem shumë edhe normalisht për këtë ndaje I falenderona Afronës. Ka bënë ndonjëherë në kush surprizë tillë? Po, ka ndodhur surpriza të tilla, po kjo ishte definitivisht surpriza ma e mira. Edhe me të vërtet, mas ditëlindjes, me këtë ata që janë konë musafirë, kena folë dhe më kanë jap shumë feedback të mirë dhe që janë kënaqur krejt dhe ka qenë shumë nivel të duhur, ka qenë atmosfera nivel, shoqënia mes veti, knatësia edhe tu e shiju natën kena kalu shumë mirë. Me mbush ose me pas ditëlindjen ka njerëz që përjetojnë forma të ndryshme, dikush mërzitet zënas me bon ndaj, dikush tjetër është si une, si ti që bën festa shumë të mbaja, po brenda vetës tënde qysh u ndive në këtë vit të ri, po them vjetër që e le 5 po 3 unë që ke hy, a mundesh me cilësu një vit mirë ato që e pate, ose deri tash a I ke përmbush gjitha dëshira që I ke pas? Unë jam një njeri që nuk I qes në aspektin e dëshirave përveç anët profesionale, dëshirave individuale nuk I qes cak që du këto me më rri. Unë jala kohës, jala momentit edhe për mu është jeta është
Gjithçka që ndodh për një arsye dhe nuk është që unë planifikoj jetën time që do të konë këtë vit qështu. Në aspektin profesional, normalisht i planifikoj punën, çka do të më lansu, kur, qysh, teksi, parafërsisht. Por në aspektin individual, unë e marr si me shtrim ashtu dhe nuk e kam naj problem me mendu që e kum arrit këta që kom arrit edhe tash ose të shprona, ose gëzona shumë. E ma me qëtrime shumë jetën edhe ata që njohin nga afër janë njohin që janë tipi tillë dhe se kom shumë problem, nuk bëj shumë stres edhe marr jetën pak ma qemë. Sa i bona? 39 vjet i bona. 39. Edhe faleminderit. Edhe po jena shumë mirë, një farë forme si vena kuqe që sa me jetën që bëhet qash ma e mirë bëhet. Ti ja kompliment veti. Qashtu po e tilson, a? Ja, po njëma mirë dhe jem të mënu një majtë edhe vetën në forme dhe me punë, me aktivitete tjera edhe, kështu që menoj që sa i përket mosha është veç numër, këtë gjithmonë është qysh njihet njeri mrena dhe qysh reflekton njeri. Okej. Po du me fol pak edhe për pjesën e... Unë kur e thash që jeni të kërkume dhe të përfolun, për pas që përfolesh në për këto portalet që ditët sëdme janë bo shumë të klikume ose cak i një lojme ose qka do. Përfoljesh edhe për lidhjen me Afronën edhe gjithmonë është kjo pyetja edhe kretë jemi dyqysh si mpritjet të martesës ose të datës ose 39 vjetëri yt ako me të gjetë martu. Edhe një mpritjet datës. Kush ka me të caktu ty? Më kujtohet mu më zgabosha para 2 viteve oficiale ashtu në televizion, ka qenë pikrisht këtu në Nistenish, keni qenë tje dhe Robi, ku bëkuthi janë ashtu para kamerave dhe se përket Afronës ne jemi shumë mirë, Afrona është në Zvicër, punon atje, ende vazhdon lidhja në distancë, por me kohën, kismet, këto kismet, sigurisht të vjen edhe martesa, mendoj, shpresoj, edhe gjana tjera që janë me radhë. Që më thonë, deri në martes nuk ka, nuk po këputet kjo lidhja në distanca? Në tash nësha jemi mësu edhe me kohën që qysh më kujdes dhe për lidhja në distancë, me që se është shumë e vështirë, po në aspektin e komunikimit, lidhjes, e kemi shumë të afërt edhe mirë kuptimit, kështu që shpresoj që nuk putet, shpresoj që një ditë të gjenë Afrona në Kosovë edhe do të ndodhë dhe martesa edhe bashkëjetesa. E të tjera atë merën, dhe ato ceremonitë që vinë. Blero, ditë më parë është shkrujt për një incident që ka ndodhë një vend ku ti ke qenë duke performu, po këto shkrime mbetën disisit pa qarta edhe nga komunikatat e policisë, nuk është se u ditë shumë sigur se që ka ndodhe. Në Nea, është vërtet që ke qenë duke performu atë natë aty edhe a ke qenë i pranishëm në momentin e ngjarjes? Flasë normalisht për atë incident, është vërtet që ka ndodhë një ndër klubet në qytetin e Vushtrës. Isha backstage 10 minuta para se më dalë në skenën, ku ndodhe një incident si pas informatave të managementit klubit në banjët, aty ka ndodhë diçka. Së që dina në raportun që kanë përdorë dhe armë dhe kështu që mas një 10 minutave tjera erdhen policia, gjithaj njeri që ke aty që jem shumë falenderus që janë ardhur. Edhe mu me të shumë ashtu me thonë me të pik pa dalë në skenë, sepse ke atmosferë atë që mirë, energji atë që mirë të njerëz, atë shumë njerëz pat, po i kom premtu edhe njerëzve edhe klubit që normal si të gjej datën e duhur, gjatë ditëve në vijim, do të shkoj prap në atë vend dhe do të përmbushi obligimin tim edhe kënaqësinë time që i kom për fanzët e mi në Vushtrë, edhe besoj që do e bëj shumë shpejt.
Po, kjo është sekundare. Para është që shpresoj që sipas informatave që personi që është i ka ndodhur aksidenti është mirë, sepse na të folën me menaxhmentin e klubit, çfarë më interesoi ke mua ishte ajo që a është ai personi që është plagos, a është mirë, edhe tjerat janë gjithçka sekundare. Nuk lu rol asgjë. Dha informata që është mirë, me shëndet, edhe tjerat bëhen. Shëndeti është numër 1. Kështu që shpresoj që ushtri këtena shumë shpejt. Besoj që ndoshta ka mundësi këtë javë, në fund javë, gjej mundësinë më këtij ushtri edhe me shku me performu para një publike që janë të jashtëzakonshëm. Okej, këto raste edhe që po e thu fatmirësisht djali apo i plagosuni është mirë edhe do me thonë ka qenë rast që ka përfundu si duhet mirë, po jemi dëshmitar që shpesh here nuk kemi ndodhur asgjë dhe mundet me ndodhë edhe ma e keqja. Këto besoj siguria në një lokal është padyshim kërkesa ma e madhe që mundet me pas një klient, por edhe në të njëjtën kohë edhe artisti që performon. Mëse do është zoti ke pas mundësi me qenë skenë, ose te, ose kushdo tjetër me u lëndu edhe a ka diçka ose a ka ndonjë reagim, jo vetëm ti personalisht, por artistat përgjithësi ndonjëherë muhabet e sipër me kolegë, me shok që e keni diskutu këto edhe që e keni mendu me ju dhon pak një mi vedisu disi ose mi ju dhon pak një farë si lloj dënimi këtyne vendeve për me pas me shtu sigurinë, se nuk mundet me ndodhë diçka nëse e ki sigurimin për para që duhet. Sigurisht që si rast që ndodhë tillë është përkeqardhje. Duke i falendëruar normalisht edhe klubit ku isha, edhe sigurimit aty, edhe njerëzit që ishin menaxhmentit ishin kujdesshëm, edhe u sjellën shumë mirë ndaj meje. Por ça mu mbren është në aspektin jo vetë që klubi Vushtrri, po kudo që janë në Kosovë ose në Shqiptari, ku bëhen evente tash në sezon të ndryshme, besoj që duhet me ju kushtu shumë vëmendje sigurisë, duke fillu prej sigurimit të hyrja në klub, ku mendoj që secili individ duhet më kontrollu në detaje, sepse është shumë e rëndësishme me një vend ku je, unë jam as pak më i rëndësishëm se dikush tjetër. Të gjithë jemi të njëjtë, të gjithë jemi të rëndësishëm, të gjithë kemi familje dhe normalisht është më rëndësi siguria. Mendoj që duhet më përmirësu pak më shumë në aspekti sigurisë të dera, sepse ne shqiptarët e dinë kanë herë kena ato që thojnë hajtë se një këta, shtin e këta, se bën e këta. Dhe kjo pason me vetë faktin që ka ndodhë para 2 dite, 3 dite kur u konë. Menoj, po si që tjetë i kësha këshilu, i kësha apelu gjithë klubet që mbajnë evenimentet të ndryshme të jenë kujdesshëm me siguri, sepse veç fitimi në biznes, nuk do me thonë që është shumë më e rëndësishme se siguria. Mendoj që siguria është numër 1, mas andaj sa në tjera, sepse ti si klub ose si menaxhmenti i klubit, nëse e ki sigurinë në nivelin shumë të lartë, atëherë edhe fitimi do të vjen, po vjen i meritum. Nuk është ideja veç me shti njerëz mrena me një klub ose kudo që tjetë, me bo ato mjetët cilat ti del në fitim. Dushë me ndu ma shumë për sigurinë e njerëzve, kushdo që tjetë duke janis prej sigurimit të dera, kamarierave, managerave, normalisht publikut, në fund edhe artistëve. Po mendoj që është mirë me mendu pak edhe njëherë të gjitha klubet kudo që janë shqiptari, që siguria është numër 1 edhe nuk duhet me anashkalu aspektin që njerëzit kanë emocione të ndryshme, kanë natë të ndryshme, kanë gëzime të ndryshme, edhe mund të ndodhë dhe të një fatkeqësi e cila kërkush ka qenë. Shpresojmë që të mos ndodhë më asë në koncertet tua as të askujt, po ta luajmë këto pjesë, kthehemi te ato pjesë për koncertet që shpëthu të janë me super energji të mirë, kaloni shumë mirë,
ti je publikut ato që ata e dojnë, këngët e tuja, performancat e tuja, ata marrin të njëjtën gjë, dashnin që të dhurojnë, por në raste tilla, për koncerte tilla e di që shpesh herë ndodhin edhe gjëra që krijohen në storje dhe në muhabete shoqënishe dhe gjëra funny, po them kështu. Të kjo puna çka është puna e një flamurit në Vushtre? Më thanë me të pytë, çka është puna e flamurit? E di, kush ka thonë me të pytë. Robert është. Kush është flamuri? Une, shoqënia që më njohin nga afër e din që unë jam shumë, kam një mangësi i cila është që unë harroj emrat. Shumë. Do të thonë, është mangësi edhe pranoj, s'kam çfarë më bëj. Mas një koncerti para 2 vite mos gabosha, i shumë pikërisht në Vushtrë, mos i veç la fjala për Vushtrë. Edhe aty ka edhe Roberti, po edhe stafi im edhe gjithë njerëz që ishin me mua. Në ndërkohë mas shuri koncerti kalu më mirë dhe vazhdojmë pak na me menaxhmentin e me njerëz të klubit. Ku një muhabet ra mes meje dhe pronarit të klubit, po unë gjithmonë të vetëm fal shubat e emrin, edhe ata flamur, okej flamur, e gëzosh. Edhe vazhdu muhabeti, mas një s'podi 10-15 minuta prap, më fal të harrova emrin, flamur, okej, e vetë një herë ma vonë. Edhe pashta ato që adin tash më falë se në me emra, adin kërkova shumë falje, po kur e pa Roberti, e se ishë mbrapa pronarit i ullu ashtu adin, edhe përballë me i bike, kur e pa që une keshte vetë edhe një herë për emrë, edhe mu një flamur si ju ka gjithë, do me kemi flamur këtu. Flamuri, ja? Tani e kuptova që ka flamur, po është funny, ka shumë funny momente, po kjo është një momentet më interesante që na shumë shpesh me Robertin e bëjna muhabet edhe është funny shumë. Definitivisht momente tilla ata bujnë dysysh natën 2 minuta dhe është mirë kur ke edhe shoqëninë afër vetës përpas publikut që trajton për koncerte. Përndryshe një kërkesë tjetër Robit ka apo na çon deti. Po, mendoj që në 2018-ën ma mërmenë që po, në 2018-ën deti u kry, kështu që ata që në shku si veti në shku. Roberti s'ka pas kohë më arë në deti, se është bo bab, të në urojmë shumë, dhe Eve si urojmë jetë gjatë, të rritë në prindë. Kështu që në 2018-ën Roberti nështë mund lirohet prej obligimeve familjare. Më arë në deti një avdit. Edhe po thu vjen deti. Okej, të shpresojmë. Janë ty e pa ata është emisioni, po se di reagimin e Getës në këto momente. Geta është e kuptueshme, se që nuk ka problem. Mëre, qika nuk vetë e vogël. Qika e lasë e mërvesh, është e vogël. Përndryshe, të kemi pa gjithë dhe në rrjete sociale, po edhe unë isha pranishme me një premier të filmit ku ishte pjesëmarrëse edhe Tara si aktore, i shkoj shumë mirë edhe u befasova me mënyrën e saj të aktrimit aq e vogël edhe me aq shumë talent. Po mundohesh, ose sa po mundesh me gjetë kohë me i përcjell aktivitetet e saj, qoftë këto të hobit në aktrim, qoftë ato të shkollës? Si obligim prindror, sigurisht që më takon, pa tjetër, edhe primare është Tara. Primarja në moment të saj shumë të rëndësishme në jetë për mua, si prind, edhe normalisht nuk mungoj. Kudo që tjetë Tara, me çfarëdo lloj aktiviteti që ka, aty do ka edhe babin. Kësaj radhe kishte në kino ABC një film shkurt, ku është realizuar nga iStari, ku udhëheq Teuta, edhe merë të mirë në realizimin e filmit Muzgabofsha ishte edhe regjisor edhe Alban Zogjani, bashkëpunëtori imi, po merë të mirë që është kriju një ekip shumë i mirë, gjithë ata fëmijë që me të vërtet janë në kusht të aktrimit edhe dojnë aktrimit, edhe lujtën bagi mirë. Po, unë si prind, kur e pa shtarën në ekran të madhë, ashtu në kino mrena, u emocionova. Personalisht edhe ke moment shumë i ndihshëm për mu. Po, unë e kam obligim, si çdo prind tjetër e ka obligim që fëmija tjetë primar, edhe fëmija të kujdesesh për fëmijë. Kështu që besoj që edhe Tara ka kuptu që babin do ketë gjithmonë afër, për shkak që tjetë, edhe normalisht që nuk mungojnë këto evente.
në këto aktivitetet e saj të para, prej që ka kaluat moshën si fëmijë shumë i vogël, do të thënë ka anu nga aktrimi, apo deri natë se s'ka shku ka muzika? Jo, absolutisht jo, po mendoj Tara është edhe kënej edhe anej, po nëse kom problem, unë jam shumë krenar me Tarën, me talentin e saj, edhe unë mendoj që është në formën e vetë artiste, e ka një shpirt artisti, po çka do bëhet Tara në Tarmen, vetëm ajo e vendos vetë që është njët vetë mas mirti, edhe nuk isha thonë se është hala heret me thonë që Tara anon nga aktrimi ose nga muzika. Mendoj që Tara ma shumë është anon nga baleti. Edhe besoj që ma shumë Tara do të merret me balet, nëse veç vazhdon me të qenit artiste. Po jetës nuk i dihet, aja është hala vogël. Edhe sa i përket Ignati, absolutisht jo, se unë jam shumë krenar, jam prind krenar, sigurisht e Teuta është krenare me ta. Kështu që për neve është naci. Për ndryshe, me qenë se po shkëm drejt fundit të saj bisede, edhe merë mirë që i falem këtu trejat e fundit. Besoj jo se jo, edhe hitë s'ki pi birë. Fal. Nxejat. Që shka me vazhdu, po thu që s'ka me pas pushim mu blerë gjatë kësaj verë, po m'duket ke përfundu pjesën e detit dhe pushimeve, apo keme gjetë pak kohë edhe gjatë gushtit me shku diko? Gjatë gushtit pak problem, po mendoj që pushimi kur i radhës është në shtator, me 24-25 shtator dikon, ku në afrona do të shkojmë, do të lutojmë pak më larg për pushime, po kësaj përket tash sezonës të verës, i këmë përfundu ato të mijat në qeshor, ku është pak ma qetë në aspektin e angazhimeve, dhe tash në gushti është i stërmbushur me obligime, me punë, kështu që do punojna. Jetën e natës, apo të bjen heq me shfrytzu për pas pjesës kur i kim ramjet e tuja? Jo, dhe qatë shumë, po mundona me gjetë edhe për vetën pak kohë, edhe për shoshnin, edhe kur do afrona, kur ka mundësi me ardhë, që po vjen nashta 1-2 prej Zvicre, po kthehet prap, mundona me organizu në aspektin që edhe pak më kënash na bashkë, po jo dhe qatë shumë, sepse dije që sezona është të ngjeshur. Okej. Për fond, këngë ka shumë prej kolegëve tu që kanë dalë, po edhe emra tri që janë shtu në skenën muzikore gjatë këtyre 2 muajve. Ka pas shumë këngë që me njëherë kanë marrë pëlqimin kështu prej publikut edhe i dëgjojmë kudo në për qytet. A kino një ma favorite këtë verë? Të ndoj kujt? Që po të pëlqen me ndëgju ose? Me vërtet, këtë janë të mira, kam punu shumë kolegë të mi, që shumë i përgëzoj për punën, edhe normalisht na si punën që i bojna gjithmonë reflekton reagimin publikut, kërkesa tyne edhe shumë sene tjera. Na e njo favorite, i kom, për një mej, i më kam pëlqy puna e kolegëve shumë viteve të fundit. Ta shtekon në aspektin mu shprej vetëm që duna që jena në emision live të nishtënish, po me vërtet kam punu mirë. Tash në emision s'duash. Po, ja, me vërtet kam punu mirë, po në një favorite shumë që e ngoj shumë. Nuk është në një konkrete, po muna me thonë, nështë ta konga e funit e Kejosave me Ermalin, VIP një, që është më pëlqen, interesant, një energji shumë mirë edhe shumë nice, po dhe shumë tjerë, ka shumë kongë që jenë dalë këtë vetë që bërni me na punomi po matë mirën, edhe mu servu në aspektin tonë profesional edhe ato që emocional që ju me konë mirë. Faleminderit shumë që ishe sonte, edhe që ki gjetë kohë me ardhë dhe edhe shikuzve televizionis të një mi shprej këto trejat edhe planet për të ardhmen. Po të falenderoj shumë suksese, shife me në projekte të tjera. Kësi është e imja, falenderit. Po e përmbyllim me këngën tënde të fundit. Falenderit. Ndale vetë ndale, dua të ti purpusët që kus mi fale.